Selam Hoxh, disa nga pjesëtarët e familjes time shkojnë në këto të ashtëquajtura vende të mira, por unë I them se është mëkat. Aleikum selam wa rahmetullah. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: nëse Allahu vendos të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund ta pengoj atë përveç tij. E nëse Zoti I gjithësisë, pra siç kuptohet prej ajetit, vendos të bëj mirë, askush nuk mund ta pengoj atë, pra mirësinë e Zotit gjithësisë. Prandaj, Allahu I lartësuar është ai që jep mirësi, është ai që jep begati, është ai që jep shërim. Mundohu që vazhdimisht ti këshillosh që nuk bën me shku në vendet ashtëquajtura të mira. Vetë profeti alayhis salam, njeriu më I miri I njerëzimit, nuk kishte në dorë t'i bënte vetes së tij as mirë as keq, përveç asaj që ka shkruajtur Allahu I lartësuar. Prandaj njeriu duhet me ju drejtu dhe me ju lut vetëm Zotit të gjithësisë. Namazi është për Allahun e lartësuar, kurbani bëhet vetëm për Zotin e gjithësisë. Jeta dhe vdekja janë për Allahun e lartësuar. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Nuk bën që besimtari, që njeriu të shkojë t'i lutet gurit, drurit. Ne kur themi shahadetin, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra mohojmë gjithçka që adhurohet përveç Zotit gjithësisë. Nuk bën me shku me ju lut varrit, me ju lut gurve, me ju lut drurit. Këto janë, pra është mëkati më I madh, shirku. Dhe Zoti I gjithësisë, nëse njeriu nuk pendohet, nuk e fal shirkun. Prandaj këshilloj vazhdimisht që me ju lut njeriu, me ju nënshtru vetëm Allahut lartësuar, me adhuru vetëm Zotin e gjithësisë. Allahu I ruajt.